ka dhënë kryeministri dorëheqje, po se ka hjek. Sot e kanë plot tregun edhe kur s'bojnë zonë. Në momentin kur ka qenë taksa në fuqi, e kanë beku formimin e ushtrisë Kosovës, që kur e marrim në vendim pritojmë u kthym mbrapa, institucionet ndërkombëtare. Kujtoj që të ishin heke taksën. Taksën kanë thënë me hjek, na nuk e kemi hjek. Po dhe. Ka dhënë kryeministri dorëheqje vet, sepse ka dashur vet, po se ka hjek. Të tjerët që janë thirrë, që i bojkotojnë mallrat serbe, që i rrëzojnë kamionat, që bojnë veprime, sot e kanë plot tregun edhe kur s'bojnë zonë. Ndërsa kryeministri Haradinaj ka dhënë dorëheqje vet, ka thënë po shkoj, por taksa nuk hiqet dhe nuk e ka hjek. Të tjerët kanë ardhur dhe kanë hjek se janë për shtat. Në rastin e tashëm, po ju them që çdo veprim që bëhet në bashkëpunim jo për tjetër, po për shkak se me aleatët ne e kemi çliru vendin ton, jemi shumë falendërues ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndaj vendeve mike që i kemi edhe ma tutje, dhe nuk duhet harruar se edhe ata kanë një mandat në sigurinë e Kosovës, përmes KFOR-it, përmes disa instrumenteve të sigurisë që i kanë, e që mund të them sa i përket amerikanëve ndoshta janë më të kujdesshëm edhe se sa ne në sigurinë e një vendi që kanë duke ngushtu, çka nëse ki një situatë gjyriqi i ardhshëm 2026 të 7-8 ta bën njëjtë që ta ka bë atëherë. Çka bën tash? Veç po ju tregoj që çdo veprim antiligjor e antikushtetues në territorin e Kosovës nuk tolerohet deri edhe me masën e cila duhet të ndërmirret nga ana e subjekteve të sigurisë. Vetëm edhe që ta po e them. Në momentin kur ka qenë taksa në fuqi, zoti Haradinaj, bashkë me generalin Matis, sekretarin e mbrojtjes Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kanë beku formimin e ushtrisë Kosovës. Në relacionin e marrëdhënieve të sigurisë ne jemi perfekt, mund të them. Në relacione tjera që mund të jenë që bëhen pengesë ekonomike, funksionimit e dialogut e tjera, ato janë çështje politike që duhet kemi parasysh dhe duhet t'i zgjidhim. Mirë po, ne kemi një parim në aleancë që kur e marrim një vendim pritojmë u kthym mbrapa, për shkak se i japim vetë llogari, por nuk do që ta dëmtojmë Kosovën.